Ligji për mbrojtje nga përdorimi i duhanit është vendosur në renditën e seancës plenare. Me ndryshimet ligjore parashihet ndalim pothuajse total i pirjes së duhanit në hapësirat publike. Duhani dhe cigaret elektronike nuk do të mund të konsumohen në asnjë institucion shtetëror, në çerdhe, shkolla, universitete, konvikte, në institucionet shtetërore dhe ato komunale, në vendet e punës, në autobus dhe mjetet tjera të transportit, në stacione autobusi hekurudhore apo aeroporte, në qendra tregtare, dyqane, tregje, panajire, në hotele, restorante, kafene dhe diskoteka, në kazino dhe objekte të lojrave të fatit, në ndërtesa kolektive dhe të tjera. Duhani do të jetë ndaluar brenda 20 metrave nga hyrjet e spitaleve, shkollave, universiteteve dhe çerdheve, objekte ku qëndrojnë fëmijë si dhe qendrat sportive. Nëpër automjetet private ndalohet tërësisht nëse brenda ka fëmijë apo ndonjë të mitur. Nëpër lokale lejohet vetëm në terasa plotësisht të hapura dhe gjysmë të hapura, me të paktën 2 anë tërësisht të hapura. Nga Ministria e Shëndetësisë duke prezantuar ligjin njoftuan se do të ketë edhe ndalim të plotë të promovimit të duhanit. Në përshitore marketet cigaret nuk do të guxojnë të ekspozohen nëpër rafte. Të njëjtat duhet të ruhen në dollap të mbyllur dhe të fshehura nga konsumatorët. Blerësit do të kenë mundësi të shohin vetëm një listë me emrin dhe çmimin e cigareve. Se përket gjobave, në vend ku është ndaluar nëse qytetarët konsumojnë duhan, do të dënohen nga 150 deri në 3.000 euro. Për bizneset, gjobat variojnë nga 500 deri në 5.000 euro. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 45% e popullatës së rritur në Maqedoni konsumon duhan dhe konsiderohet si një nga vendet me përqindjen më të lartë të duhanpirjes. 13.6% e duhanpirësve janë të moshës 13 deri në 15 vjeç, ndërsa 73% e të miturve të cilët kanë dashur të blejnë duhan nuk janë refuzuar nga shitësit. Projektligji për mbrojtjen nga duhani në Maqedoninë e Veriut synon të reduktojë ndjeshëm ndikimin e pirjes së duhanit mbi shëndetin publik, duke vendosur zona të veçanta për duhanpirësit dhe duke mbrojtur qytetarët që nuk pinë duhan. Sipas të dhënave të fundit, 13.6% e nxënësve nga klasa e 7 deri në të 9-ën konsumojnë duhan, çka tregon rëndësinë e masave parandaluese në nivel kombëtar. Ligji fillimisht u shtyi për shkak të shqetësimeve të hotelierëve dhe tregtarëve të vegjël, të cilët paralajmëruan se do të përballen me shpenzime shtesë dhe se mund të humbasin vende pune nëse nuk përshtaten me rregullat e reja, duke prekur mbi 4.000 biznese të vogla dhe të mesme. Ligji pritet të përpunohet në parlament duke shpresuar për një ulje të numrit të duhanpirësve nën 20% brenda 2 viteve.